Duhet pasur parasysh se vakfi nuk është vetëm një strukturë juridike, por një vlerë e lartë shpirtërore dhe një mekanizëm fisnik i organizimit shoqëror që ka ndihmuar në mbajtjen e balancës dhe solidaritetit brenda komuniteteve dhe popullit shqiptar. Përmes vakfit, paraardhësit tanë jo vetëm që siguruan burime për bamirësi, por dhe kultivonin ndjeshmërinë, përgjegjësinë dhe lidhjet e forta shoqërore dhe vëllazërore të cilat mbeten të vlefshme edhe sot. Prandaj milioni të shpreh mirënjohjen time organizatorit Institutit për Rrugtime dhe Studime Islame në kuadër të Kryesisë së Bashkisë Islame të Kosovës për organizimin dhe mbajtjen e kësaj konference, e cila ka një rëndësi të veçantë për studimin e vakfit dhe për thellimin e kuptimit të rolit të tij në shoqërinë shqiptare. Kjo iniciativë jam i bindur se do të ofrojë një hapësirë të vlefshme për studiuesit e fushave përkatëse që të ndajnë njohuritë, analizat dhe rezultatet e tyre kërkimore, duke pasuruar diskursin shkencor mbi një traditë të thellë dhe me ndikim të vazhdueshëm ndër ne.